Zoti tregoi se i madhi Musa dhe pejgamberët që erdhën pas tij gjykuan me dispozitat e Teuratit dhe se në Teurat gjendeshin dispozitat e rexhmit e të kisasit. Për të treguar edhe dërgimin e Isait si profet, Zoti urdhëron e thotë: وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. Ne me madhërin tonë vazhdën atyre e pejgamberve e dërguam edhe Isan, birin e Merjemes, vërtetues të Teuratit, që ata e kishin dërduar, i dham atij Injilin, Ungjillin, i cili ka udhëzim për në rrugën e drejtë dhe dritë, është vërtetues i Teuratit që ata e kishin dërduar, dhe për njerëzit që kanë frikë Zotin, muttaqit, është udhëzim në rrugën e drejtë dhe këshill. Shpjegime. Fahri Raziu thotë se në këtë ajet Zoti e ka cilësuar Injilin, Ungjillin me 5 gjëra. A. Në Injil, Ungjill ka një udhëzim për në rrugën e drejtë. Do me thënë aty ka ajete që tregojnë besimin e vërtet, prandaj për njerëzit asaj kohe ai libër ishte udhëheqës në rrugën e mbar. B. Aty ka një dritë, do me thënë në Injil, Ungjill ka ajete që i qartësojnë çështjet e errta. Injili, Ungjilli është vërtetuesi i Teuratit. Do me thënë Injili, Ungjilli vërteton qenien e Teuratit si libër të zbritur nga Zoti. Injili, Ungjilli është drejtim, do me thënë është udhëheqës për njerëzit, sepse ka ajete që tregojnë cilësitë e Muhammedit dhe japin si hariqin për ardhjen e tij si pejgamberi më i fundit. Injili, Ungjilli është këshill për njerëzit që e kanë frikë Zotin. وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Zotëruesit e Injilit, Ungjillit, le të gjykojnë me ato dispozita që ka zbritur Zoti në të. Kush nuk gjykon me ato që ka zbritur Zoti është fasik, i dal jashtë bindjes së Zotit. Shpjegime. Zotëruesit e Injilit, Ungjillit, është urdhër për dietarët e atij libri që ata të gjykojnë me dispozitat e zbritura nga Zoti në atë libër, që ata të gjykojnë me ato argumente që tregojnë profecinë e Muhammedit alayhi salam. Ose ne i thami Isait, le të gjykojnë dietarët e Injilit, Ungjillit sipas dispozitave të zbritura nga Zoti, sepse ata që nuk gjykojnë ashtu janë fasik. Zoti pasi tregoi se i ka zbritur Isait Injilin, Ungjillin, për treguar edhe se Kuranin ja ka zbritur pejgamberit ton, urdhëron e thotë: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما أتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. Ne edhe ty të zbritëm librin më të drejtë dhe vërtetuesi librave që ata kanë në përduar dhe ruajtësi atyre, pra gjykono mes tyre me atë që të ka zbritur Zoti ty dhe mos ndiq dëshirat e padrejta të atyre, duke lënë pas dore gjykimin e drejtë që të ka ardhur ty. Ne për secilin prej jush kemi krijuar një sheriat, një udhë të qartë. Zoti po të donte, juve do t'ju kishte bërë një ummet të vetëm, por nuk e dëshiron këtë, për t'ju provuar juve në ato sheriate të ndryshme që ai ju ka dhënë juve, pra nxitoni të bëni konkurrencë me shokun në punë të mira. Vetëm te Zoti do të ktheheni, që të gjithë do të shkonin tek ai dhe ai do t'ju tregojë ato çështje për të cilat ju keni konflikt. Shpjegime. Ne edhe ty të zbritëm librin me të drejtë. Kuptimi. Ne me madhërin tonë ashtu siç i zbritëm Musait Teuratin dhe Isait Injilin, Ungjillin, po ashtu me të drejtë të zbritëm edhe ty o Muhammed Kuranin, i cili është vërtetues i librave që ata, ehli kitabët, kanë në përduar dhe është ruajtësi atyre librave. Kurani është i tillë sepse ka forcuar dhe ka vënë në veprim dispozitat e paanuluara të atyre librave të Zotit. Prandaj Kurani është ruajtësi atyre librave. Pra gjykono mes tyre me atë që të ka zbritur Zoti ty dhe mos ndiq dëshirat e padrejta të atyre, duke lënë pas dore gjykimin e drejtë që të ka ardhur ty. Urdhri për të mos ndjekur dëshirat e paligjshme të ehli kitabëve, megjithësi është drejtuar pejgamberit, është për të ndaluar ummetin e Muhammedit nga ndjekja e atyre dëshirave, sepse pejgamberi është i ruajtur prej ndjekjes së dëshirave të asaj natyre, masum.
Ne për secilin prej jush kemi krijuar një sheriat, një udhë të qartë, kuptimi. Ne me madhërin ton për çdo umet kemi krijuar një sheriat e një udhë fare të qartë dhe i kemi urdhëruar ata që të veprojnë për një kohë të caktuar me atë sheriat. Kështu për shembull, Beni Israilët janë urdhëruar që të ndjekin e të zbatojnë sheriatin e Teuratit. Derisa nuk kishte zbritur Injili, Ungjilli, pastaj të krishterët janë urdhëruar që të veprojnë sipas dispozitave të Injilit, Ungjillit. Derisa nuk kishte zbritur Kurani. Pasi zbriti Kurani, të gjithë njerëzit janë urdhëruar që të ndjekin udhën e tij të Kuranit deri në ditën e Kiametit. Ebu Sud Efendiu thot se në fjalorin arabishtes fjalët shira dhe sheriat kanë kuptimin udhë që të qonë në ujin që i shërben gjallërisë trupore. Në fe ato emërtojnë gjallërinë shpirtërore. Zoti po donte do t'u kishte bërë një umet të vetëm, por nuk e dëshiron këtë. Për t'ju provuar ju në ato sheriatet e ndryshme që ai ju a ka dhënë juve, pra nxitoni të bëni konkurrencë me shokun në punë të mira. Kuptimi, po të kishte dëshiruar Zoti që t'ju bënte juve një popull të bashkuar në një fe të vetme, ashtu do të bënte, por ai nuk e ka dëshiruar këtë që t'ju provoj juve në atë fe që ju ka dhënë. Do t'i bindeni atij apo jo? Pra, vraponi në punë të mira dhe konkuroni me njëri tjetrin në këto punë. Sepse vetëm te Zoti do të ktheheni që të gjithë do të shkoni tek ai, ku do t'ju tregoj ato çështje për të cilat ju keni konflikt. Aty para Zotit do të dalë në shesh se cila është feja e vërtetë dhe cila jo.